Në takimin me shqiptarët e Napolit, kryedemokrati Sali Berisha tregoi se ishin pikërisht ditët e tij në arrest shtëpie, gjatë të cilave ai hartoi projektin Shqipëria Madhështore, emër që mban edhe koalicioni i tij politik për zgjedhjet e 11 majit. Ky projekt fillon me dhimbshurinë ndaj atyre që janë në nevojë, ndaj qindra mijëra burrave dhe grave që numërojnë kafshatën në Shqipëri, ndaj qindra mijëra burrave dhe grave që s'marrin dot ilaçet, ndaj 10 mijëra shqiptarëve që në spitale s'mjekohen dot. Çdo shqiptar që kthehet për të investuar në Shqipëri, tha Berisha, nuk do të paguaj taksa për 5 vite, ndërsa premtoi rikthimin e taksës prej 10%. Garantoj ju, garantoj çdo biznesmen italian dhe të çdo vendi tjetër, se Shqipëria do ketë klimën më tërheqëse për biznesin, se taksa 10%, që është taksa e lashësisë, është taksa e drejtësisë, do t'jetë taksa kryesore në Shqipëri, se energjia do t'jetë më lirë se në çdo vend tjetër të Europës, se burokracia do t'jetë më pak se kudo tjetër, Made in Albania do t'jetë krenaria jonë. Berisha e kërkoi votën e diasporës që minimumi jetik të jetë 200 euro, paga minimale 500 euro dhe paga mesatare 1200 euro. Po ashtu ai tha se në Shqipërinë Madhështore bizneset do ta paguajnë energjinë elektrike me 6 lek kilovati, kurse qytetarët me 7 lek.